Të dashur, të respektuar besimtarë, vëllezër dhe motra. Sot me lejet e Allahut të lartësuar jemi tek Suratul Kalem, sureja që ka marrë emrin e penës apo lapsit, një sure mekase prej 52 ajeteve, e cila ka zbritur në fillesat e profecisë së Muhamedit alayhi salatu wassalam. Allahu i lartësuar në këtë sure betohet ku thot në ajetin e parë nun wal qalami wa ma yasturun. Nun, një prej shkronjave arabe, betohem në pendën dhe në atë çka shkruajnë. Dihet që një prej metodologjisë për të kuptuar Kur'anin famëlar nga rëndësia që Allahu shpall në ajetet e tij është edhe kur Allahu betohet në diçka. Betimi do të thotë diçka shumë e rëndësishme që duhet mbajtur vesh. Betimi është diçka e cila Allahu i lartësuar po betohet sepse ajo është diçka madhështore, që ka një mesazh të madh dhe mësim të madh që duhet kuptuar nga të gjithë ata të cilët e ndjekin Kur'anin famëlar. Allahu këtu betohet në pendën, në lapsin dhe në atë çfarë shkruajnë. Dhe ne lapsin apo atë që shkruhet duhet ta kuptojmë në 3 pika shumë të rëndësishme kryesore. Në radhë të parë, pika numër 1 është lapsi i kaderit, i caktimit të Allahut subhanahu wa taala. Na kujton kaderin, sepse kaderi, besimi në caktim të Zotit e mira apo e keqe, është një prej 6 kushteve themelore për të qenë musliman, që ne këtë gjë e besojmë. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam tregon dhe thot se gjëja e parë që krijoi Allahu subhanahu wa taala ishte pena, ishte lapsi, dhe i tha shkruaj. Ndërkohë pena pyeti çfarë të shkruaj. Allahu tha shkruaj vendimin e çdo gjëje që do të ndodhë në përjetësi. Dhe kjo penë shkroi fatin e gjithë shkaje. Dhe çdo gjë, dhe siç transmetohet në hadith, është shkruar 50.000 vite para se të krijohet kjo gjithësi. Allahu në Lehwi Mahfudh, në pllakën e ruajtur, ka shkruar kaderin e gjithë shkaje. Ka shkruar çdo gjë që do të ndodhë me jetën tonë. Kjo si shkak se ai është alim, i gjithë ditur. Kjo se ai është i gjithë fuqishëm për të ditur gjithçka. Kjo në fakt e bën atë të jetë Zoti absolut. Dhe çdo gjë që ndodh, nuk ndodh se Zoti e imponon atë, po ndodh se ai e di me diturinë e tij se çfarë do të bëjë njeriu, çfarë do të bëjë krijesa e tij para se krijesa ta bëjë. Dhe njeriu është lënë me vullnet të pjesshëm që të ketë rol të rëndësishëm në caktimin e kaderit të tij. Kaderi mund të ndahet në 2 pjesë, kader mutlak dhe kader xuz'i. Kader i plot, kader ku njeriu nuk ka asgjë në dorë, nuk luan asnjë rol në këtë kader, në këtë caktim, dhe është kaderi i pjesshëm, ku është lënë i lirë njeriu me vullnetin e tij që të shkruaj kaderin e tij, të bëhet aktor i veprave të veta, me vullnetin e tij, me dëshirën e tij, dhe për këtë pjesë njeriu do të pyetet. Njeriu nuk do të pyetet se pse je kështu, pse dukesh kështu. Po do të pyetesh se çfarë bëre me atë çfarë Zoti të dha, si mundësi për të jetuar, të dha jetën, ti si e kalove jetën tënde, për të dhënë një shembull të thjeshtë. Begatia që na kujton kjo sure me kalemin, me këtë kader të Zotit, është të dashur besimtar, sepse kaderi është një nga mirësitë që Allahu subhanahu wa taala e vendos në zemrën e besimtarit për të besuar në kader, që ai në këtë formë të di të jetojë një jetë pavarësisht sprovave që ai mund të përballet në jetën e tij. Për ta kuptuar më së bukuri dhe më qartë këtë çështje të kaderit të Allahut subhanahu wa taala, na vijnë në ndihmë 2 ajete të surës Hadid 22-23. Allahu thot në Kur'anin famëlar, në ajetin 22 të surës Hadid:
Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir. Nuk ndodh asnjë fatkeqësi në tokë, e as në trupin tuaj. Pra nuk ndodh asnjë sprov në jetën tuaj o ju njerëz, e që Allahu mos ta ketë atë të shënuar në Leuhi Mahfudh, në librin e tij, para se të ngjajë ajo, para se të vinë në jetë sprova. E kjo për Allahun është e lehtë, sepse tham ai është i gjithditur. Po për çfarë shërben kjo në besimin e besimtarit musliman? Likej la ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Që ju si besimtar të vini në besimin e plot që kërkon Allahu subhanahu wa taala, të nënshtrimit, të teslimietit të muslimanit. Që ju mos të pikëlloni për çfarë ka kaluar. Çfarëdo që njeriu kalon në jetën e kësaj bote prej sprovave, Allahu thot lere të shkuarën pas. Thuaj ishte kaderi Allahut subhanahu wa taala. Ato fëmijët aty lart, lutem, kalamaja. Shht. Që njeriu mos të rri peng i së shkuarës së tij, sepse ndodh që një gjë që i ndodh njeriu që i bie si fatkeqësi, ai mundet ta vështirësoj jetën e tij, të kaloj në rëndesë të rëndë psikologjike, të ri lidhur fort me të shkuarën. Pse më ndodhi mu kjo, pse më ndodhi mu ajo? Ndërkohë Islami vjen si melhem për shpirtin e besimtarit. Ti që beson në kader të Zotit, Allahu thot lere të shkuarën, mos të pikëlloj ajo çfarë ka ndodhur. Thuaj kader Allah, me shefal, e caktoi Zoti kaderi i tij, çfarë do ai ndodh, shiko përpara. Por edhe kur të shikosh në të ardhmen, Allahu thot edhe që mos t'ju kapi një lumturi që s'duhet të jetë në zemrën e besimtarit, shpresë plot që të jetë i sigurt në atë çfarë ai posedon në këto momente. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë kështu: nëse njeriu është begatuar nga Allahu subhanahu wa taala me mirësi, me pasuri, me një pozicion të caktuar, njeriu të fillon t'i pëlqej vetvetja e tij. E kur i pëlqen njeriu vetvetja e tij, posti i tij, pasuria e tij, ai thot tani unë kam jetën Terezi, asnjë gjë nuk më ndodh mua. E kam siguruar jetën time. Jo, thot Allahu subhanahu wa taala. Ti mos u fut tek punët e Zotit, mos u fut tek kaderi i Allahut, mos u fut tek dituria e tij dhe të pretendosh se di të ardhmen se çfarë do ndodh në jetën tënde. Por ti si besimtar çdo hap të jetës tënde duhet ta hedhësh me tevekul, i mbështetur tek Allahu subhanahu wa taala. I mbështetur në maksimum, që çdo gjë ti mbështetesh atij. Dhe të dish që mirësia është vetëm prej teje, sepse Allahu i lartësuar do ta mbyllë këtë ajet, do thotë wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, sepse Allahu nuk i do kurse si arrogantët dhe atyre që u lavdërohen të tjerëve, që njeriu fillon ta pëlqejë vetveten apo postin e tij. Dhe kështu kur besimtari e kujton këtë sure Kalem, që përcaktohet, pra një nga gjërat nga mësimet kryesore, që përcaktohet kaderi Allahu subhanahu wa taala, atëherë besimtari e kalon këtë jetë i mbështetur Zotit, i kënaqur me caktimin Allahu subhanahu wa taala. Është një nga pasuritë më të mëdha të mësimeve islame për zemrën e besimtarit, që të pranoj situatën ku ai ndodhet, që ajo është gjëja më e mirë për të. Nëse në këtë situatë që ndodhesh me gjitha sprovat që ke, qofshin sprova shpirtërore, ekonomike, por ty nuk të kanë shmangur nga namazi, nga adhurimi i Zotit, nga njohja e tij, nga përpjekja për të bërë një besimtar i mirë, dije që ajo është mirësia më e madhe që të ka dhënë Zoti dhe ajo është më e hajrit për ty. Se mund të kesh pasuritë e dynjas, por nuk e vendos kokën në sejdë. E ç'të duhet atëherë pasuria e dynjas? Prandaj kështu kuptohet caktimi Allahu subhanahu wa taala nga besimtari dhe ai bie në qetësi shpirtërore dhe thot elhamdulillah ala kulli hal. Falëndrimi takon Allahut për çdo gjendje që më ka lënë, edhe në këtë gjendje që jam tani, edhe nëse do të më ndryshoj gjendje nesër pas nesër, ajo çfarë unë kërkoj prej Zotit është që të më mbaj ihdina siratal mustaqim, në rrugën e vërtetë, pavarësisht sprovave, dhe kjo është pasuria më e madhe, dhe kjo është gradë shumë e lartë e besimit, dhe kjo të dashur besimtar është kulminacioni i të qenurit i nënshtruar me tevekul të sinqert Allahu subhanahu wa taala. Mësimi i dytë, Allahu betohet në atë çfarë shkruajnë, dhe kjo drejt për drejt shkon tek sahabët e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, të cilët e shkruajtën Kur'anin me duart e tyre.
të cilët Kur'anin, fjalën e Allahut lartësuar për ta mbrojtur, e mbrojtën me jetën e tyre, e mbrojtën me çka mos edhe me shkrimet e tyre. Në atë kohë nuk kishte shkrime siç mund të shkruajmë sot në fletore me lapsa, me stilolapsa. Në atë kohë shkruaj në trungje, në atë kohë shkruaj në rasa guri, në atë kohë shkruaj në lëkura kafshës, vetëm që këta sahabë të shkruanin fjalën e Allahut subhanahu wa taala dhe ta bënin ata pjesë të jetës së tyre. Dhe pikërisht Omeri radiallahu anhu do të na përshkruante shumë bukur se sa të lidhur këta sahabë ishin me Kur'anin, sepse Allahu do t'i përgëzonte edhe në atë çfarë shkruajnë këta njerëz që e ruajnë Kur'anin, këta njerëz të cilët investojnë për të lartësuar fjalën e Allahut, lartësuar Kur'anin famëlart, dhe Omeri do të thoshte ne ishim të tillë që u shpallshin 10 ajete, i mësonim, i praktikonim, pastaj mësonim 10 ajete të tjera. Kjo është një sistematik se si besimtari mundet të lartësohet edhe shpirtërisht dhe nga aspekti intelektual për sa i përket pikërisht mësimeve të Islamit. Dhe ky është një mësim i madh që na mëson Omer radiallahu anhu, se sa e rëndësishme është besimtari të jetë sistematik në mësimin e fesë së Zotit subhanahu wa taala. Të nisi të mësoj diçka dhe të eci asaj hap pas hapi. Dhe kështu ne si besimtar do të përparojmë dhe nuk do të mbesim në vend numër A. Dhe e treta të dashur besimtar, kanë shpjeguar dietarët që edhe lapsi i dietarit, dituria e vërtet e njeriut që shpjegon të vërtetën është pikërisht e futur në këtë betim të Allahut subhanahu wa taala. Kushdo që flet me dije të vërtet prej besimtarve e jeton jetën me Kur'an dhe me sunet të profetit alayhis salatu wassalam, sjell në praktik çfarë thot Kur'ani dhe suneti i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, e jeton jetën sipas urdhëresave të Zotit, bën çfarë thot bë dhe rri larg asaj çfarë Allahu subhanahu wa taala e ndalon, atëherë dije që ky njeri ka merituar të quhet një njeri i rëndësishëm, aq sa Allahu subhanahu wa taala të betohet për këtë njeri, pra, për besimtarin i cili me të gjitha mundimet dhe sprovat e kësaj bote, ai shtrëngohet fort mbas librit të Allahut dhe mbas sunetit profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Allahu thot në Kur'an: "Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la tafalun kaburat maqtan inda Allahi an taqulu ma la tafalun." Dhe Allahu do ta lartësonte pikërisht këtë njeri që atë çfarë flet prej fesë e praktikon. Në të kundërtën do ta kritikonte: "O ju që besoni, pse e thoni atë që nuk e bëni? Pse fjala juaj nuk korrespondon me veprën tuaj? Pse ajo çfarë thoni është tjetër dhe vepra juaj është tjetër? Dijeni që është e urryer tek Allahu subhanahu wa taala që të thoni diçka që nuk e veproni. Kushdo që bën diçka të kësaj natyre është prej shenjave të munafikut, prej hipokritit, sepse besimtari duhet të jetë njeri i fjalës dhe i veprës dhe të ecë në sinkron me njëra tjetrën në jetën e tij të përditshme. Dhe pikërisht mbas gjithë kësaj, Allahu subhanahu wa taala do të lartësonte Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ku thot: "Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun wa innaka la ajran ghayra mamnun wa innaka la ala khuluqin adhim." Dhe tham që kjo sure është shpallur në fillesat e profecisë, dhe pikërisht në fillesat e profecisë kur profeti do të sulmohej, ai më pas edhe pse njihet si një njeri më i moralshëm ndër njerëzit, njihet si më besniku, kur erdhi e vërteta në shesh, kur u prishën interesat e njerëzve, filluan të shajnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ti je i çmendur, ti je magjistar, ti je falltar, nga epitetet më të tmerrshme të një njeriu që dje për dje i besonin gjërat më të shtrenjta, sot filluan ta shajnë, të nesërmen filluan ta shajnë edhe ta ofendojnë sepse ju prishën tashmë interesat e kësaj bote. Ndërkohë Muhamedi alayhis salatu wasalam i ftoi që ta linin interesin e kësaj bote, të linin pushtetet e rremet të ngritura mbi idhuj, mbi besimin e kot, mbi statuja dhe të shkojnë tek ligji i Allahut subhanahu wa taala. Por këta njerëz nuk e besuan dhe filluan ta sulmojnë profetin alayhis salatu wasalam. Dhe Allahu tha: "Jo Muhammed, ti do të marrësh probleme të mëdha tek Zoti, sepse ti je në gradën më të lartë të moralit." Dhe ku shikojmë që grada më e lartë e moralit që përshkruhet në jetën e Muhamedit alayhis salatu wasalam, do ta përshkruan dhe Aisha radhiyallahu anha, kur shkuan sahabët e pyetën: "Na fol pak për jetën e përditshme të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam." Dhe ajo ju kthye shokëve të tij: "Po ju," i tha, "a e lexoni Kur'anin?"
Muhamedi a.s. ishte një Kur'an i gjallë mbi tokë, që ecte mbi tokë. Çdo gjë që thot Kur'ani ishte ai i pari që e besoi, ishte ai i pari që e zbatoi, ishte ai i pari që e praktikoi dhe u mësoi atyre të tjerëve. Pra nëse duhet që një besimtar të posedojë moral të lartë, nuk ka rrugë tjetër për ta gjetur atë vetëm se me rrugën e Kur'anit famëlart. Dhe kështu të dashur besimtar, kur këta sahabë ishin pikërisht të lidhur me Kur'anin famëlart, ishin të lidhur me Kur'anin, fituan morale të larta. Por edhe kur e sollën në zbatim atë çfarë Zoti i lartësuar kërkonte, e dim shumë mirë që arabët që deri para Kur'anit nuk dinin shkruanin, nuk kishin në kulturën e tyre të merrnin një laps dhe të hidhin diçka në fletore, në traditë të gjerë flas. Atëherë erdhi Kurani e bën këtë gjë praktik të jetës së tyre dhe jo vetëm sunduan nga dishulli në arabik, por shkuan më pas çliruan edhe botën deri në Azinë e largët apo deri edhe në viset e Europës së sotme. Pse? Sepse ata e bën Kuranin famëlart një udhërrëfyes të jetëve të tyre, një manual që është i gatshëm për gjithë secilin prej nesh, por duhet ta sjellim atë në praktik. Prandaj e mbyll hutbën e sotme me lutjen që na mëson Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ku na porosit dhe thot: lexojeni Kuranin o ju besimtar, lexojeni Kuranin famëlart. Lexojeni atë sepse Kurani do të jetë ndërmjetësues shoku juaj, miku juaj më i afërt ditën e gjykimit. Prandaj ne lutim Zotin që ta bëj Kuranin udhërrëfyes të jetëve tona, ta bëj mik të afërt, shok të afërt, ta bëj atë që të jetë udhërrëfyes për ne në jetën e kësaj bote dhe me lejet Allahut të lartësuar të jetë ndërmjetësues për ne ditën e gjykimit, atë ditë kur do të kemi nevojë edhe për sevapet më të vogla. Allahu i lartësuar e bëf Kuranin dritë të zemrave tona, udhërrëfyes të jetëve tona, e bëf Kuranin famëlart që për shkak të praktikës që i bëjmë urdhëresave të tij, Allahu të na mëshirojë dhe të na bashkojë në xhenetin e tij të larta, siç jemi së bashku në këtë xhami. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum. Allahumma salli wa sallim Muhammad wa ala alihi wa ashabihi.